Gjykata e Tiranës ka pezulluar nga detyra Gëzim Salën, drejtori financës në AMP, pasi akuzohet se ka lejuar në shkelje të ligjit punësimin e agentit Muçi Shaljani, i cili u ekzekutua mes ditën e 11 nëntorit pranë aeroportit të Rinasit bashkë me Gilman Dodanin. Sipas prokurorisë, Shaljani ishte punësuar prej afro 2 muajsh si punonjës i AMP-s në funksion ndihmës specialist në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale. Prokuroria provoi se dokumenti i gjendur i tij ishte i falsifikuar pasi nuk rezultonte që AMP ta ketë pajisur me dokument. Sipas prokurorisë, Shaljani u pagua me rrok të rregullt nga data 16 shtator deri në datë 11 nëntor, data e ngjarjes në rreth rrotullimin e Rinasit. Muçi Shaljani, efektiv i AMP-s, ishte shofer në makinën ku udhëtonte viktima Gilman Dodani, i cili ra prej një atentati në Rinas.